cilat mbesin ato plagë të paharrueshme në jetën e Dafina Dautit. Plaga jam e paharrueshme. Dhe është një cilën unë asnjëherë nuk, domethënë jo asnjëherë, po asnjë ditë s'ka që se mendoj, asnjë orë, me shku edhe mos me mendu ato, është ajo që kur më ka vdek nona dhe aty mbetet. Dalemi pak të kjo pjesë, ne dim që juve pak para shumë kohësh keni lancuar një këngë për nonën. Po du me di, Dafina, qysh ka qenë paka shumë kjo lidhja me nonën, duke marrë parasysh që ke ardhur deri tek ideja për me kriju një këngë me to, ani pse fatkeqësisht ajo sot nuk jeton më. Gjitha plagët janë të shërueshme. Veç plaga për nonën që e kam provu, domethënë, është e pashërueshme për jetë. Gjitha plagët shërohen. Ka qenë një lidhje e jashtëzakonshme me Smeja dhe me Sajna. Ka qenë aq shumë dashni sot që edhe teshat e Sajna i kom vesh une, dhe menojsha që po dukna se ajo. Që të thëmë më shumë, Nëse sot du të ishte nona ende, çka kishe pas qef me i thonë? Dafi. Unë i thëmë gjithmonë sarë që unë kam diçka, unë shkoj flas me të, këto e kom përmenë edhe në intervista tjera. Gjithmonë më ka thonë, s'po du me emocionu se... Po të vrej që e pak emocionume, po arsyeja se pse po e parashtrojmë këtë pyetje është sepse ke krijuar një projekt për të. Është ajo që unë çka do që mu më ndodhë në jetën time, unë shkoj flas me të. Unë e di që ajo më nin, dhe kaq. Mirë. S'më dojmë të prejkë ma shumë, po të shoh pak të emocionume. Nuk kisha pas qef, se e di që sa të mbuhet kjo pyetje, unë e kam shumë emocion, shumë dhimbje, shumë... Sot, po du me të pyet, mendon që i ke rujt ato tiparet e nanës, e si nanë tek fëmit e tu, Dafina, e gjen vetveten tek ajo? Shumë. Shumë. E rrept, e dashtën, e ambël, këtë të trija i kam si pasaj. Edhe mendon që edhe fëmijët ta dhon të njëjtën dashuri si që ti ja ke jap nanës? Po, tash varet prej fëmijës. Dikush është ma i but, ma ndryshe. Dikush është ma i gjallë, ma i eger, po, dashnin e kam të njëjtë. Po, të njëjtë. Para se me vazhdu me pyet për këtë rubrikën e fundit, dua të ndalem pak edhe tek fuqia jote si një grua. Sot ne ballafaqohemi me shumë paragjykime, ballafaqohemi me shumë thashetheme, edhe sidomos kur flitet për rolin e gruas. Përkundër asaj, ju keni treguar përmes historisë së juaj se sa e fortë është një grua. Si e sheh Dafina sot rolin e një gruaje në shoqërinë tonë, edhe se është largu ai mentaliteti i paragjykimeve sikur se dikur, apo vazhdon të jetë edhe më i theksuar? Njerëzit janë paragjykues gjithmonë, nuk është ndoshta që ka mu hek edhe në të ardhmen kjo, se gjithmonë ka me pas asaj njerëz, po që thënë drejtën ma herët më ka mbo shumë përshtypje, po tash nuk është që pojnë përshtypje. Sepse unë e di thëmë, pse duna une, mu bo nervoz me një paragjykim ose me një fjalë dikujna që e ka thonë për mu, që nuk është ashtu. Pse duna mu mërzitën e? Jo, asnjëherë. Unë kam për çka me jetu, kam kujna mi dhonë dashni, kam kanë me përqafu, unë i kam 2 fëmijë që dhe të flasin njerëzit çka të duhen. Kom pa lej komentësh. Prej ma të poshtrave, që nuk e kisha besu që mund të mi thoni njeri. Po kur heq asnjëherë nuk jo mërzit, veç kom thonë,
qysh ka mujt me shkru kështu, kur nuk e din situatën absolut qysh është. Dhe për çato po them, unë kom për qafim, unë kom dashni, unë i kom krejt, unë e kom fëmijë, unë e kam gjithë botën.